Gerta Gixhari arrin të mbledh divanin e kuq jashtë. Ja se unë di ajo pas eliminimit, flet edhe Aldo. Gerta ka reaguar për herë të parë pas daljes nga Big Brother VIP Albania, e cila përfundoi aventurën e saj në gjysmën finale. Edhe pse gjasat për të shkuar në finale ishin të mëdha, ajo e ka cilësuar këtë eksperiencë si një fitore në vetvete, pasi ka marrë dashurinë e publikut, teksa shkruajti: pas një udhëtimi të gjatë e të paharruar në Big Brother VIP, dola nga shtëpia me zemrën plot mirënjohje. Faleminderit secili prej jush që më keni përkrahur, që më keni qëndruar pranë me fjalët, votat dhe dashurinë tuaj. Kjo përvojë do të ishte krejt ndryshe pa mbështetjen tuaj të jashtëzakonshme. Ju jeni forcat dhe frymëzimi që më kanë mbajtur të fortë deri në fund, ka shkruar ajo. E jo vetëm kaq, pasi një ditë më pas duket se Gerta ka ftuar në një takim të gjithë pjesëtarët që ishin të divanit të kuq, përfshirë Shkelzenin, Aldon, Amberin, Gjibanin dhe Gertin. Duket se Gerta dhe ish-banorët kanë folur tepër sinqerisht, teksa kjo foto ka marrë edhe qindra komente mbështetëse, të cilët i shkruanin se është mëkat që një nga këto banorë nuk ka dalë në finale për të prezantuar grupimin e tyre. E në të njëjtën linjë ka qenë edhe Aldo Marku, i cili në një intervistë pas kësaj darke ka folur më shumë për ndjesitë e Gertës, por edhe të tij, teksa tha: kur doli Gerta, desha të hy brenda e ta përqafoj. Jam djerë tepër keq gati për të qarë, pasi ajo ka qenë vetmja lojtare që u fut tepër fort që në fillim ka qenë banorja e parë që nisi debatet në shtëpi dhe ka qenë kundër të gjithëve. E meritonte më shumë se dy banorë. Për Eglin dhe Laertin flas. Egli normalisht e pranoi dhe vetë se është çuditur shumë nga kjo shkuarje në finale dhe mendoi se situata me Gjesin dhe lidhja vetëm në ditën të fundit i dha shtysën e madhe. Për Laertin pastaj mendoi se ka merituar fare, pasi nuk ka dhënë asnjë të 10-ën e Gertës, ka qëndruar i qetë dhe ka shkuar vetëm nga emri në finale. Tha Aldo, teksa shtoi se Gerta normalisht ishte e mërzitur, por u ndje falënderuese për të gjetur mbështetje nga jashtë.